Pushimet verore tashmë kanë përfunduar dhe qytetarët u janë rikthyer rutinës së përditshme. Pavarësisht gjendjes ekonomike, shumë qytetarë nuk i kanë anashkaluar pushimet jashtë vendit, ndërsa destinacionet më të frekuentuara kanë qenë Shqipëria dhe Turqia. Pushimet verore për shumë qytetarë mbeten periudha më e pritur e vitit, një mundësi për të shkëputur nga angazhimet e përditshme dhe për të kaluar kohë me familjen apo miqt. Edhe pse sfidat ekonomike janë të pranishme, qytetarët kanë gjetur mënyra të ndryshme për të kaluar pushimet e tyre. Ku një pjesë e qytetarëve kanë zgjedhur të udhtojnë jashtë vendit, ndërsa të tjerët kanë preferuar të qëndrojnë brenda kufive të Shqipërisë, ku Bregdeti vazhdon të mbetet destinacioni më i kërkuar. Zgjedhja e destinacionit sipas qytetarëve është ndikuar kryesisht nga mundësitë financiare, por edhe nga preferencat për kulturë, det apo qetësi. Jo, dhe aq mirë, kjo sezon nuk është edhe shumë çmime me shumë çmime të volishme, me oferta të mira. Zakonisht Turqia ose disa destinacione tjera që këtë sezon janë pak më shtrenjtë. Ashtu, një pushim të shkurtë, dy në vikendën në Shqipëri dhe ajo. Tani sigurisht që Shqipëria dhe jugu i Shqipërisë ka qenë shumë i shtrenjtë, i papërballueshëm, mund të thoj për shumicën e masës këtu. Kryesisht Shqipëria, ndoshta Malizi, Ulqini, ato do ishin ndoshta më të preferuar në kuadër buxhetit, kuptohet. Po cili është një nga momentet më të bukura gjatë pushimit veror që keni kaluar? Sigurisht ato momentet pakta vikendet me familjet, ato me fëmijët në plazhe, kështu me radhë. Po si vjet jam qenë në Turqi, po edhe Shqipënia nuk është keq, veç se çmimet pak më shtrenjtë. Gjithë pushimi o ka një bukur. Po çfarë preferoni më shumë, qytete turistike, malet apo? Jo, më shumë deti. Unë sonte jam të shkuar në pushim, jam të shkuar në Spilje. Vendi shumë i bukur edhe çmimet janë shumë të mira. Shqipënia e jonja, Shqipënia edhe atje do të shkona. Varet se çfarë vendi ishte. Na kush shkon është e hongër në restoran atje. Ne e kena dhomët i marrna me kuzhinë i marrna, edhe na del maliv. Si shkosh në hotel me hongër, në restoran me hongër, normal që me shkuar 4-5 vet, llogaritin 100 euro një tunxhme me hongër bukë atje në restoran. Ndërkohë, për të kuptuar më shumë mbi destinacionet e këtij sezoni, pyetëm edhe agjencionet e udhëtimeve, ku sipas tyre këtë vit më së shumti është kërkuar Bregdeti shqiptar, ndërsa jashtë vendit Turqia ka qenë një ndër destinacionet kryesore ku interesimi për pushime mbetet i lartë. Megjithëse zgjedhja e destinacionit është ndikuar nga çmimet dhe mundësitë financiare të qytetarëve. Interesimi ka qenë i mirë, ama nuk mund të them që më mirë se vjet ka qenë. Realisht. Vjet ka pas më shumë? Vjet ka pas më shumë interesim edhe çmimet janë kanë pak më të mira se vjet, çmimet janë më të shtrejta se vjet. Destinacion si vjet është një ndër top, do më thënë Turqia, ka pas fluturim direkt për në Antalya, mandej vjen Egjipti, Greqia, Malizi, Tunisi, Spanja, gjithashtu edhe për Spanjë kemi pas pakete. Kërkesat kanë qenë mikse, mirë po si vjet ka pas ma shumë edhe mund të them për Egjipt, se çmimet kanë qenë pak ma lirë se Antalya. Pushimet e këtij viti kanë treguar se pavarësisht sfidave ekonomike, qytetarët vazhdojnë të japin rëndësi kohës së lirë dhe relaksit. Për disa jashtë vendit, për disa brenda kufive, ndërsa për të tjerë pranë familjes, ku vera mbetet periudha më e pritur e vitit.